Një moment i shkëputur nga kamerat e Big Brother VIP Albania 5 ka ndesur një valë të madhe indinjate dhe zemërimi në rrjetet sociale. Protagonistë të kësaj videoje që po bën xhiro në internetit janë Rogerti dhe Miri, të cilët janë dëgjuar duke bërë komente të rënda dhe të papërshtatshme për Selin Bollatin. Teksa dyshja po konsumonte ushqim në tryez, Selin ka kaluar përballë tyre. Në këtë moment, Rogerti i drejtohet Mirit duke ulur zërin për të fshehur fjalën e plotë. Imagjino për shembull një film për të tre kështu personazhe. Miri, nga ana e tij, nuk e ndalon këtë bisedë, por ja kthen me bindje, e ke të sigurt. Ngacmimi vazhdon në momentin kur Rogerti i drejtohet drejt për drejt Selinës duke i thënë: "Gati na ra ushqimin nga goja o Selin", koment të cilit Miri i shton: "Mua më ra". Skenari i tyre nuk ndalet me kaq. Kur pranë tyre kalon mali, Rogerti komenton: "Ja dhe ky", ndërsa Miri e plotëson fjalin me një konotacion të qartë denigrues: "Ky është ai që vjen nga mbrapa, që ha hakullore". Ndon se audioja në momentin kur përmendet lloji i filmit ulet qëllimisht nga vetë banori, konteksti i fjalive dhe zhvillimi i bisedës e bëjnë më së të qartë në kuptimin e tyre, duke aluduar hapur për skenar pornografik. Lexo edhe kur s'kam dashte, madje as burrin ja pse e mora, që rëndit parashivi Simaku zbulon detajet intime. Kjo bisedë, e cila te i kalon çdo kufi të etikës, respektit dhe privatësisë, nuk është pritur as pak mirë nga publiku. Rrjetet sociale janë përmbytur nga komente negative që e dënojnë këtë gjuhë seksiste dhe vulgare. Ndjekësit kanë shpërthyer në kritika ndaj dy banorëve, duke u kujtuar atyre statusin familjar dhe duke theksuar se është e turpshme që burra në moshë, e për më tepër baballar, të flasin në këtë formë për një vajzë 23 vjeçare. Në qindra komente të lëna në videot e shpërndara, fansat e programit kanë etiketuar drejt për drejt produksionin, moderatorin Ledion Liço dhe opinionistët Arbër Hajdari dhe Monika Kryemadhi. Si do ndjeshit po të dëgjonit dy burra, prindër, të shpreheshin për vajzën tuaj kështu, shkruan një ndjekës. Mirë ato gra, çfarë do mendojnë produksioni nëse nuk merr masa rigoroze, kjo dënohet me kod penal, shton një tjetër. Kjo vajzë u përbal, u denigrua imagjino ku ka shkuar imagjinata e këtyre dy burrave.